Fatos Nano, një nga figurat më të rëndësishme të tranzicionit shqiptar, është ndarë nga jeta në moshën 73 vjeçare, pas një sëmundje të rëndë. Prej më shumë se 3 javësh, ai ndodhej i shtruar në një spital privat në Tiranë në gjendje të rëndë shëndetësore, pas një arresti kardiocirkulator. Pavarësisht kujdesit mjekësor intensiv, ai nuk arriti ta përballonte sëmundjen. I lindur më 16 shtator 1952 në Tiranë, Nano u diplomua për ekonomi politike në vitin 1974 dhe u dallua për aftësitë e tij analitike që në sistemin komunist. Në dhjetor të vitit 1990 u emërua sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, e më pas AV, kryeministër dhe kryeministër në shkurt 1991, me detyrën për të udhëhequr tranzicionin drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut. Ai është themeluesi dhe drejtuesi i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë, të cilën e transformoi nga një trashëgimi e Partisë së Punës në një forcë socialdemokrate me orientim perëndimor. Në vitin 1993, Nano u arrestua dhe u dënua me 12 vite burg nën akuzën e shpërdorimit të detyrës, por u lirua pas trazirave të vitit 1997, duke u rikthyer në krye të PS-së dhe më pas në detyrën e kryeministrit. Ai e mbajti këtë postë disa herë, deri në vitin 2005, kur humbi zgjedhjet dhe u tërhoq nga politika aktive. Pas vitit 2005, Nano jetoi mes Vjenës dhe Tiranës, ndërsa ëndra e tij për të bërë president nuk u realizua. Ai ka lënë pas një trashëgimi të rëndësishme politike, por edhe një jetë personale të mbushur me kontraste e pasione të forta.